Tani Rauf Fico ka një kështu. Këtë unë do ta ndaja veçanë sepse di këtë, kam parë produktin e punës së tij. Ta tjerët i kam dëgjuar nga. Tani Rauf Fico ka një kështu se ka takuar Hitlerin. E di. Dhe thuhet që Hitleri pas ka thënë sot kam takuar ambasadorin e vogël, e madh të një vendi të vogël dhe ambasadorin e vogël të një vendi të madh për japonezin. Thuhet. Thuhet, kjo është tash e them. Ky është tash e them. Do të thonë Rauf Fico duhet verifikuar. Duhet verifikuar. E di për çfarë duke thënë, por Rauf Fico kur paraqiti kur pati një audiencë me Hitlerin, ai tha takoha një ambasador të madh të një vendi të vogël dhe për japonezin. Pastaj për një tjetër, ambasador i vogël të një vendi të madh. Është thashë them, nuk e di është. Pse çfarë kishte Rauf Fico në prezantimin e Shqipërisë? Ju po më kërkoni të komentoj njerëz cilët unë i kam dëgjuar nga të tjerë. Dhe kam dëgjuar komenteve. Për Rauf Fico mund të flas sepse kam parë produktin e drejt për drejt të dorës tij dhe respektoj shumë. Dhe çfarë për shembull kishte ai një gjë përveç këtij ligji? Vetë anën profesionale, krijimin e një sistemi të karrierës. Shiko, do të japësh ti një rroba qepsi të bëj kpucë? Besoj se jo. Rroba qepsin lëre të qepi rroba, dakor? Po. Shërbimi i jashtëm është profesion. Si çdo profesion tjetër. Ti nuk do futesh në sallën e operacionit, ti besosh zemrën tënde, jo një kardiologu, por po them kot një veterineri. Është profesion i nderuar. Dhe si çdo profesion, nëse duam të bëhet mirë, duhet një, të kesh njerëzit e përshtatshëm të përgatitur siç duhet, dy, të dish çfarë të kërkosh. Po pse kështu në teori, zoti Turdiu, e thon politikanët, po kur e marrin detyrën pastaj, atje fillon pastaj dhe caktojnë 25 vjeçar. Sepse është një shërbim elit, është një shërbim që unë kam pasur fatin ta provoj vetë, ta shijoj vetë, të fut në ambiente ku më së paku ke kënaqësinë që je dëshmitar. Burga, shumë burg. Më së paku ke kënaqësinë që je dëshmitar. Je aty në momente kur merren vendime shumë të rëndësishme. Shumë burga. Dëgjon ato që s'dalin kurrë, të themi në tryeza diskutimesh, ose nëse shkruhen në kujtime mas shumë vitesh. Është një profesion i mrekullueshëm, është elitar. Dhe trupa që i shërben këtu duhet jetë elitar. Dua diçka për Mehmet Konicën, vllajën e Fai Konicës, 24? Po thash prap do detyrohesha të shprehesha mbi bazën e komenteve. Po i qenë me Vlorën? Atëre, më lejo të them diçka, pse unë po. A qenë me Vlora është tjetër gjë, kam lexuar librat e tij. Po pra se. Është një personalitet i mrekullueshëm. Është i mrekullueshëm. Mënyra si ka shkruar librin është kujtimet e tij, ai është një libër që i ka munguar bibliotekave tona për të kuptuar më mirë ç'ka ndodhur në atë kohë, sepse historinë e shkruajnë fituesit. Ai si ka shkruar vetë, është ulur në tryezë, ka vënë letrën dhe penën, e ka marrë penën në dorë, kur është shëruar, e ka thënë ai me fjalët e tij, kur është shëruar nga urrëtia e verbër dhe dashuria pa kufi. Dhe kjo e ka thënë ai. Diçka unë ndoshta nuk po e them saktë, po e citoj kuota në kuotë, po është e perifrazuar kjo është. Ka shumë, sepse thoshte më kanë kërkuar të shkruaj, po unë nuk jam gati. Tani jam gati. Dhe produkti i tij është i mrekullueshëm. Për të mbijetuar, shkruan mes të tjerave, duhet ulëria dhe unë si ujqërit. Po të mbijetuar mes ujqërve, unë më duhet ulëria si ujqërit. Shiko, duhet ju tregoj përse po sillem kështu që nuk po komentoj për ato që nuk i di. Shërbeja në Berlin. Po? Ne dolëm fare nga tema, më duket. Kjo është një më e bukur e kësaj interviste, se i kishim këtu. Shërbeja në Berlin. Ashtu siç është mëngjesi i Lusit me Shtetet e Bashkuara, ka një Berlin Gathering, takimi i Berlinit bëhet në qershor. E organizon Bundestagu. Në atë kohë, koordinator i këtij aktiviteti ishte Rudolf Decker, deputet në pension i SPD-s. Ai organizonte çdo muaj një mëngjes pune në një apartament që ishte pranë Bundestagut, pranë portës Brandenburgut. Dhe kishte dy tabu për ata që shkonin atje. Nuk diskutonin për fe të veçanta, nuk diskutonin për forma regjimi, sepse ideja është ne mblidhemi këtu për çfarë na bashkon, jo çfarë na ndan.
Dhe unë kam parë aty, me që është dhe e kohës, kam parë dhe ambasadorin amerikan dhe ambasadorin iranian në atë kohë. Ambasadori amerikan ka qenë Dan Coates. Dan Coates ishte senator, nuk rikandidoi dhe sollën ambasador në Berlin, një personalitet i shkëlqyer. Ati nuk i thoshte njëri shkëlqësi ambasadori, i thonë shkëlqësi senator, si i zgjedhur. Dhe po dal tani ka që duhet të tregoj. Në një nga këto mëngjeset e punës që qellova ti jam dhe unë, ishte dhe Dan Coates. Me qëra fjala Dan Coates u shkarkua nga Trumpi gjatë mandatit të parë të tij si president, e kishte drejtor të Agjencisë Sigurisë. Se duket Dan Coates nuk kishte pikpamje të ndryshme nga presidenti Trump. Dan Coates filloi të tregoj disa ngjarje nga Senati dhe iku çik para kohe. Rudolf Dekker kërkoi lejen e pranishmëve që të shkel një nga tabut. E tha, e vutre, tha senatori, fliste në vetën e parë. Sepse njeriu do të dëshmojë çfarë ka pa vetë, jo çfarë ka dëgjuar. Sepse, dhe këtu ishte pjesa e shkeljes, sepse Jezusi ka folur në vetën e parë, tha, dhe Bibla është shkruar në vetën e parë. Dhe unë këtë e kam vacë në vesh. Unë flas për çfarë kam pa vetë. Mirë, ke shumë drejtë, sepse kjo është një edukat që ju e keni në dy... S'ka të bëj me Biblën, me fen, unë nuk jam... Qartë. Po, mësimi, dëshmor çfarë ke parti vetë, është shumë i rëndësishëm. Tani, vinte pjesa s'po të pyes për Enver Hoxhën, Bera Shtyllën, Sinase, për Ismail Lilën, do doja, keni... Kam dëgjuar që flasin me respekt, për të unë vetë nuk kam pas në një kontakt me të. Vetëm jam zhgënjur në një nga këto të marrëdhënieve Shqipëri-Amerikë, i shkruan të diplomatëve nga Ministria e Jashtme në New York, i shkruan të që si ajo që asë mos shpejtojmë, asë mos nxitojmë në marrëdhënie me Amerikën, se ata i shkruan i qore me ngelën këtu amerikanë për marrëdhënie. Mbajni afër duke i mbajtur larg, shkruan deri Ismail Lila atyre. Tashi, si ishte në dorën e tij? Po i martë mirë që nuk ishte në dorën e tij. Gjithkund njeriu fut dozën e vet personale. Siç tregova historinë atij pedagogut dhe të asaj punonjëses së zyrës skuadrit. Tani Ismaili unë kam dëgjuar fjalë pozitive për të dhe nuk kam arsye të mos t'i pranoj. Në fund ishte ministri i jashtëm i atij regjimi. Domethënë, mu më kanë pyetur disa herë ç'mendim ke për atë pastrim gjaku që u bë shërbimit jashtëm në 90-të, në 92-shin. Në 92-shin. Mendoj që ishte gjë e durë sepse ata diplomatë nuk ishin besueshëm, ata të mëparshmit. Nëse kishin ata punonin për izolimin e Shqipërisë në atë kohë dhe ngrinin pjedestal se ne ishin fanarin ndriçues, nuk mund të ishin njëjtët, nuk do të ishin besueshëm. Kështu që është për shkak të specifikave të shërbimit jashtëm, unë besoj që u bë mirë që u mbajtën një numër njerëzish të rinj, njerëz me mendje të hapur, njerëz që kishin dhënë prova, por unë do isha kënaqur po të kishte mbajtur edhe Muhamet Kaplanin. Po si se mbajtë Muhamet Kaplanin, se isha aset. Nga i bëri një akt. Po ka dhe një gjë, nga ministës mund ta marrësh diplomat pastaj, në shërbimin e jashtëm si në ushtri, nuk ka kthim mbrapa në gratë. Do të duke thënë që kur të largohet Ferit Hoxha si ministër nuk bëhet më ambasador, nuk është më në shërbimin e jashtëm. Tash varet nga Ferit Hoxha dhe nga ata që emërojnë. Tani, e kuptoj që jeni në siklet për të komentuar. Jo, nuk jam siklet. Po jo, tani, unë një koment për gjithë këta personalitete politike janë ata, Alfred Sereqi. Ju keni punuar? Kam punuar Alfred Sereqin, po. Ka qenë ministri i jashtëm i mirë. Për të shumë vetëm ma thonë këta. Ka qenë i mirë. Triton Shehu? Po pse më vënë të thash një herë? Unë me Tritanin s'kam punuar. Po pse ai u bën në thej 6, mos e bëj? Po në atë kohë mos e quaj, një kohë shumë të shkurtër, ku kishte atëherë ne ishim kohë e krizës, domethënë. Krizën nuk e shkaktove ti. Po nuk e shkaktova unë, domethënë nuk mund të Zoti Sarova? Kam marrëdhënie shumë mira me të. Ai ka qenë në Ministrinë e Jashtme në drejtim në kohëra goxha të vështira dhe në një periudhë navigimi jo të lehtë, domethënë. Po ishte shumë vështirë. Shiko, çdo gjë duhet ta shohësh dhe në kuadrin e çfarë ka në sfond. Ku ka vepruar dikush, në çfarë hapësire ka patur. Madje mua më ka bërë shumë përshtypje nga dokumentet arkivore që kam parë që William Ryerson në momentet e fundit, sidomos për kontrabandën e naftës,
takonte Arian Starovën se ishte zëvendësministër në fillim. Po, zëvendësministër. Se takonte Arian Starovën si zëvendësministër, ai besonte edhe nuk takonte ministri.